Vrasja e nipave të profetit alayhis salam. Historia e Hasanit dhe Husejnit. Pas ndarjes nga jeta të profetit Muhammed në vitin 632, drejtimin e komunitetit muslimane morën 4 kalifët e drejtë: Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Gjatë kalifatit të Uthmanit, tensionet fisnore dhe pakënaqësitë çuan në rebelime që përfunduan me vrasjen e kalifit Uthman në vitin 656. Pas kësaj muslimanët e Medinës pranuan si kalif Ali ibn Ebu Talibin, dhëndri dhe kushuriri i profetit. Mirëpo, disa sahabë të shquar, veçanërisht Muaia ibn Ebu Sufjani, atkohë guvernatori i Shamit dhe i afërm i Uthmanit, si dhe Talha, Zubeiri, Aisha, nuk e njohën menjëherë autoritetin e Aliut, duke kërkuar drejtësi për vrasjen e Uthmanit dhe zgjedhje të re. Këto mospajtime shkaktuan përplasjen e parë civile mes muslimanëve, të njohur si fitneja e parë. Në betejat e kësaj lufte civile, si beteja e Xhemelit dhe Sifinit, Aliu përball me kundërshtarët e vet, ndërta Muawijen në Sifin 657. Konflikti u ndërlikua edhe nga dalja e fraksionit ashtu quajtur Harijitët, që e kundërshtuan Aliun pas arbitrazhit me Muawijen. Në vitin 661, Aliu vra nga një Harijit në Kufaen. Populli i Kufës menjëherë i dha besën djalit të tij të madh, Hasanit, si kalif. Ndërkohë, Muaija, që kontrollonte Shamin, Sirinë dhe Egjiptin, pretendoi kalifatin për vete dhe mblodhi ushtrinë drejt Irakut. Për të shmangur vazhdimin e gjakderdhjes ndërmjet muslimanëve, Hasani zgjodhi rrugën e paqes. Pas pak muajsh si kalif në Kufa, ai pranoi të abdikojë në favor të Muaijes, duke nënshkruar një marrëveshje paqeje në vitin 661, 41 pas Hijrit. Kjo marrëveshje parashikonte që Muaija të njihej si kalif me kusht që të qeveriste sipas Kuranit dhe Sunnetit, të mos emëronte trashëgimtar, por pasardhësi të zgjidhej me shura, këshillim mes muslimanëve, dhe të garantonte sigurinë e familjes së profetit dhe përkrahasve të Hasanit. Hasan Muaija cilësohet si trakti që i dha fund fitnes së parë, dhe viti 661 u njoh si viti i bashkimit, sepse muslimanët u unifikuan në një udhëheqës pas përçarjeve disa vjeçare. Historiografia islame kujton se vetë profeti e kishte parathënë këtë pajtim historik. Sipas një hadithi të Sahih al-Bukhari, një ditë profeti mori nipin e tij Hasan në minber dhe duke i u drejtuar sahabëve, tha: "Ky djali im është një prijes, ndoshta Allahu do të pajtojë nëpërmjet tij 2 palë të mëdha muslimanësh." Kjo profeci u përmbush me abdikimin e Hasan ibn Aliut dhe pajtimin me Muawijen, gjë e cila shmangu vëllavrasjen e mëtejshme mes 2 ushtrive të muslimanëve. Pasojat e marrëveshjes dhe vdekja e Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali, radiallahu anhu, nipi i madh i profetit, pasi abdikoi kalifatin, u tërhoq nga jeta politike dhe u vendos në Medinë. Ai njihej për urtësinë, bujarinë dhe devotshmërinë e tij. Për gati një dekadë, muslimanët jetuan relativisht të bashkuar në sundimin e Muawijes. Sidoqoftë, Muawija nuk e respektoi plotësisht kushtin e marrëveshjes për pasardhësin. Ai filloi të përgatiste terrenin që djali i tij, Yazid ibn Muawija, të trashëgonte pushtetin, duke shndruar kështu kalifatin në një pushtet trashëgimor. Shumë sahabë të shquar e kundërshtuan fshehurazi këtë plan të precedentit të monarkisë. Ndërta, Husein ibn Ali, vëllai i vogël i Hasanit, Abdullah ibn Zubeiri, Abdullah ibn Umeri dhe disa të tjerë, por përballë autoritetit të Muawijes, nuk bën dot veprim publik. Sipas historianëve, Muawija i detyroi disi kundërshtarë të heshtnin, madje i kërcënoi me vdekje dhe arriti t'i marrë besën shumicës së provincave për Jezidin para vdekjes së vet. Hasan ibn Ali ndërkohë u përball me fundin e jetës së tij në rrethana tragjike. Në vitin 670-50 pas Hijrit, Hasani vdiq papritur në moshën 45 vjeçare. Burimet historike sunni tregojnë se ai u elmua fshehurazi dhe autorësia e kësaj vrasjeje ka qenë burim debatesh. Shumë historian sunni, për shembull Ibn al-Atir,
shënojnë se Hasani e elmoi e shoqja e tij, Gjada bind el Asha. Në momentet e fundit të jetës, vëllai i tij Huseini i që afruar dhe e pyeti se kë dyshonte si autor. Hasani, megjithse mund të kishte dyshime, refuzoi ta tregoj. Nëse është ai që mendoj unë, Allahu do t'i jap ndëshkimin e vet. E nëse nuk është, atëherë nuk dua që për shkakun tim të vritet një i pafajshëm. Është përcjell të ketë thënë ai, duke ndaluar Huseinin në çdo hakmarrje. Kjo tregon qartë maturinë dhe drejtsinë e Hasan ibn Aliut. Disa rrëfime historike e fajsonin Muawijen ose madje Jezidin se e kishin nxitur elmimin e Hasanit me qëllim hapjen e rrugës për trashëgiminë e Jezidit. Mirë po dietarët suni e hedhin poshtë këtë akuzë si të pabazë. Për shembull, Imam Ibn Kathiri në veprën e tij El Bidaye wan Nihaye deklaron qartë se nuk është e saktë dhe aq më pak e drejtë të besohet se Muawija radiallahu anhu e elmoi Hasanin. Historianë të tillë vërejnë se burimet që implikojnë Muawijen vijnë nga tregime me zinxhir të dobët ose nga kronikat më vonshme me paragjykime. Ndaj qëndrimi suni është se nuk ka prova autentike që Muawija apo Jezidi të kenë urdhëruar elmimin. Pas vdekjes së Hasanit, guvernatori i Medinës, i emëruar nga Muawija, udhëhoqi xhenazën e tij në prani të Huseinit dhe familjes, duke treguar se formalisht marrëdhëniet mes Ehli Beitit dhe Muawijas ishin ende paqësore. Vdekja e Hasanit në fakt i hoqi një pengesë të madhe planit të Muawijes për trashëgimin. Tashmë, duke mos pasur pretendent rival brenda familjes profetit, Muawija ndjeu se mund ta shpallte të birin e vet si pasardhës. Siç thekson historiani Ibn Kathir, Muawija e vlerësonte Jezidin për trimërinë dhe zgjuarsinë e tij dhe mendonte se asnjë tjetër nuk ishte më i përshtatshëm për kalif. Rreth vitit 676, ai e emëroi publikisht Jezidin si trashëgimtar, duke e shkelur hapur marrëveshjen me Hasanin. Pavarësisht kundërshtimeve private, nuk pati ndonjë kryengritje të menjëhershme kundër kësaj lëvizjeje gjatë gjalljes së Muawijes. Shumica e qyteteve i dhan besën Jezidit nën presionin ose diplomacinë e Muawijes, ndërsa ata pak sahabë që refuzonin, si Huseini dhe Ibn Zubeiri, u detyruan të mos e ngrejnë zërin në publik. Historianët modern vërejnë se kalimi i pushtetit me trashëgimi ishte një risi në historinë islame, duke e kthyer kalifatin de facto në monarki. Muawija vdiq në prill të vitit 680, duke lënë si trashëgimtar Jezidin, i cili menjëherë u shpall kalifi i dytë i dinastisë Emevite, Umaide. Para vdekjes, Muawija thuhet se e kishte këshilluar Jezidin që nëse Husein ibn Ali dhe Abdullah ibn Zubeiri, dy kundërshtarët e pritshëm, nuk e pranonin autoritetin e tij, t'i trajtonte me kujdes, sidomos të mos derdhte gjakun e Huseinit për shkak të pozitës së tij si nipi i profetit. Mirëpo zhvillimet që pasuan morën një rrjedhoj tepër tragjike. Kryengritja e Husein ibn Ali dhe rruga drejt Karbelas. Husein ibn Ali radiallahu anhu, pasi vllai i tij Hasan ishte ndarë nga jeta, ishte bërë kryetari i familjes së Ehli Beitit dhe gëzonte respekt të jashtëzakonshëm tek muslimanët e thjeshtë, veçanërisht në Irak, Kufa, ku shumë prej partizanëve të familjes së Aliut e shihnin atë si njeriu më të denjë për udhëheqje. Gjatë sundimit të Muawijas, Huseini nuk pati konflikte të hapura dhe e mbajti paqen sipas kushtit të marrëveshjes së Hasanit. Por me ngjitjen e Jezidit në pushtet, situata ndryshoi. Jezidi dërgoi menjëherë urdhra që elita e Medinës t'i jepte atij besën. Guvernatori i Medinës kërkoi nga Huseini, si edhe nga Abdullah ibn Zubeiri e Abdullah ibn Umeri, të betoheshin për besnikëri ndaj kalifatit të ri, qoftë edhe me forcë. Këta sahab nuk e shihnin Jezidin si prijes legjitim dhe refuzuan. Huseini dhe Ibn Zubeiri, për të shmangur përplasjen e menjëhershme me autoritetet Omejade, u larguan fshetas nga Medina duke u strehuar në Mekë. Në Mekë, Huseini qëndroi disa muaj, gjatë vitit 60 pas Hijrit. Ndërkohë, nga provinca e Irakut filluan të vinin letra dhe delegacione nga njerëzit e Kufës, të cilët e siguronin Huseinin për besnikëri dhe e ftonin të shkonte atje për të ngritur krye kundër Jezidit. Këta shit, përkrahas të familjes së Aliut në Kufa,
e dëshironin Huseinin si udhëheqës në vend të Jezidit, duke qenë se shumë prej tyre nuk e pranonin sundimin e dinastisë Emevite pas abdikimit të Hasanit. Burime historike numërojnë dhjetra letra e mesazhe nga fiset e Kufës drejtuar Huseinit, ku i premtojnë atij mbështetje të plotë dhe kufizim të Jezidit. Pasi u këshillua me disa familjare sahab, Husein ibn Ali vendosi t'i përgjigjej thirrjes së kufianëve. Fillimisht ai dërgoi kushuririn e vet, Muslim ibn Akilin, në Kufa për të verifikuar gjendjen edhe për të mbledhur betimet e popullit. Muslim ibn Akili arriti në Kufa dhe shumë njerëz i dhanë besën në emër të Huseinit, aq sa thuhet se rreth 12.000 veta u deklaruan gati të luftonin për të. Ai i raportoi Huseinit se situata ishte e favorshme. Në fund të verës të vitit 680, Husein ibn Ali u nis nga Meka drejt Irakut, së bashku me familjen e tij dhe një grup të vogël pasuesish besnik. Ai u thonte me afro 70-80 persona gjithsej, kryesisht farefisi, burra, gra e fëmijë, nga Ehli Beiti dhe disa shok luftëtar. Ndërta ishin vëllezërit e tij nga babai, Abbas, Xhafer dhe Uthman ibn Ali, si dhe djemtë e tij. Aliu, i mbiquajtur Zein el Abidin, që ishte i sëmur dhe nuk luftoi, dhe Aliu i ri, Akbar, nipat edhe disa sahab të tjerë besnik. Gjatë rrugës, lajmet që i erdhën ishin ogurzeza. Jezidi kishte ndëruar guvernatorin e Kufës dhe kishte emëruar atje Ubejdullah ibn Ziyadin, një njeri famkeq për ashpërsi. Ibn Ziyadi e kishte shtypur me forcë nismën e Muslim ibn Akilit. Ky i fundit u braktis nga fiset e Kufës dhe u ekzekutua nga forcat Omejade para se Huseini të mbërrinte. Në të vërtetë, besnikëria e popullit të Kufës u lëkund, pasi kërcënimi i armikut erdhi në dyert e qytetit. Nën terrorin e guvernatorit të ri, shumë prej atyre që i shkruan Huseinit u zbrapsën. Kështu kur Huseini po i afrohej Kufës, asnjë ushtri lokale nuk i doli në mbrojtje. Forcat e Jezidit nën urdhrat e Ubejdullah ibn Ziyadit dolën përpara për ta penguar karavanin e Huseinit. Një njësit prej rreth 1000 ushtarësh, i udhëhequr nga komandanti Hur ibn Jezid et Temimi, e ndaloi Huseinin në një fushë të shkret buzdumit Eufrat, në vendin e quajtur Karbala, rreth 70 kilometra larg Kufës. Ishte fillimi i Muharremit, viti 61 pas Hijrit, tetor 680 të erës sonë. Hur ibn Jezidi kishte urdhër të mos e lejonte Huseinin as të kthehej prapa drejt Mekës, as të futej në Kufa, por ta ndalte aty në pritje të udhëzimeve nga guvernatori. Huseini dhe njerëzit e tij ngritën kampin në Karbala, më 2 Muharrem 61 Trupat Omejade i rrethuan dhe së shpejti erdhën për forcime. Një ushtri më e madhe prej 4000 ushtarësh arriti nën komandën e Umer ibn Sadit, generali dërguar posaçërisht nga Ibn Ziyadi. Me rritjen e ushtrisë armike, situata u bë tejet e tensionuar. Ditët kalonin dhe uji e Eufratit u bë çështja kyçe. Forcat e Ibn Sadit, me urdhër të Ibn Ziyadit, e bllokuan qasjen e kampit të Huseinit tek lumi, duke i lënë të hetshëm familjen dhe fëmijët në shkretë të tirë. Për disa ditë, përballë vapës së Irakut, Ehli Beiti vuajti mungesën e ujit, ndërsa negociatat mes palëve ende po vazhdonin. Husein ibn Ali në këto rrethana u përpoq t'i binte kundërshtarët të shmangej lufta. Burimet tregojnë se ai u tha qartë se nuk ishte ardhur me iniciativën e tij, por sepse ishte ftuar nga populli i Irakut. Ai propozoi që nëse nuk i linin t'i bashkoheshin kufianët, atëherë ta linin të kthehej mbrapsht ose të shkonte diku larg kufive të shtetit. Mirë po, guvernatori Ibn Ziyad kishte dhënë ultimatum. Huseini duhej të dorëzohej pa kushte dhe të pranonte autoritetin e Jezidit, përndryshe të shkatërrohej. Këtë kusht Huseini e refuzoi kategorikisht, t'i nënshtrohej një sundimtari si Jezidi. Si pasojë, komandanti Umer ibn Saad urdhërua të fillonte sulmin. Mëngjesin e 10 Muharremit 61 që përkohej me 10 tetor 680, ushtria Omejade sulmoi kampin e vogël të Huseinit. Kjo është dita e njohur përgjithmonë si dita e Ashures dhe vendi si tragjedia, beteja e Karbelas. Para fillimit përleshjes, Husein ibn Ali vetë doli përballë ushtrisë kundërshtare dhe mbajti një fjalim prekës, duke i kujtuar ata se ai ishte nipi i profetit Muhammed.
djali i Fatimes dhe Aliut, dhe se ata vetë, kufjanët, e kishin ftuar. Ai u bëri thirrje që të paktën Talinin të largohej, nëse nuk do ta ndihmonin. Kjo fjalësoi ndërgjegjen e disa prej tyre. Hur ibn Jezidi, komandanti që e kishte ndalur në fillim, u pendua dhe braktisi radhët e Ibn Sadit për të bashkuar me Husejnin. Pendesa e Hurit e tronditi kampin e Omejadëve, por shumica vendosën të vazhdojnë luftën. Lufta filloi me 2 luftime, 1-1. Disa nga shokët trim të Husejnit dolën në Mejdan dhe u ndeshën burrërisht me kundërshtarët, duke shkatruar humbjet tek forcat e Umer ibn Sadit. Mirëpo balanca e numrave ishte tepër e pabarabartë. Pas raundeve të 2 luftimit, komandantët Omejad urdhëruan sulm të përgjithshëm. U zhvillua një betejë ashpër, trup më trup. Husejni dhe përkrasit e tij luftuan trimërisht, me një vendosmëri dhe sakrificë që i la përshtypje edhe armikut. Gradualisht, luftëtarët e pakët të kampit të Ehli Bejtit filluan të bien njëri pas tjetrit, duke mbrojtur me jetët e tyre imamin e tyre. Disa sulme të ushtrisë Omejade u zbrapsën fillimisht, por kjo zgjati pak. Armiqtë sollën kalorësi të rënde dhe qindra shigjetar, duke i plagosur kalorësit e Husejnit dhe duke i detyruar ata të luftojnë më këmbë. Për shkak se kampi i Husejnit ishte i mbrojtur nga pas pranë lumit dhe mund të sulmohej vetëm nga një drejtim, Ibn Sad përdori një taktik mizore. Ai urdhëroi të digjen çadrat e familjes së Husejnit, që të mos mbetej asnjë pengesë midis sulmuesve dhe të mbijetuarve. Zjarri përfshiu tendat, përveç asaj ku strehoheshin gratë dhe fëmijët, të cilën disa ushtarë refuzuan ta djegin, dhe shkaktoi kaos, por njëkohësisht për pak kohë frenoi avancimin e ushtrisë Omejade. Pas faljes së drekës, rrethimi u ngushtua dhe pothuajse të gjithë shokët e Husejnit kishin rënë dëshmor. Atëherë në luftim dolën të afërmit e tij, Hashimit. Vëllai i tij, Abbas ibn Ali, mbajtësi i flamurit, luftoi trimërisht për t'i hapur rrugë ujit drejt kampit, por u vra heroikisht. Po ashtu ran djemtë e Aliut, vëllezërit e tjerë të Husejnit, djemtë e Hasanit, nipërit e Husejnit dhe kushurin të tjerë. Edhe një djalë i vogël i Husejnit, thuhet se ishte foshnja 6 muajshe, Ali Asgari, që gjendej në preherin e tij, u godit për vdekje nga një shigjet gjatë kaosit. Një skenë tragjike që përmendet në shumë burime. Së shpejti Imam Husejn ibn Ali mbeti pothuajse i vetëm në fushën e betejës, i rrethuar nga trupat e pajet familjes dhe miqve të tij. Sipas kronikave, askush nga ushtarët Omejad nuk po guxonte t'i jepte goditjen përfundimtare e nipit profetit. Shumë prej tyre hezitonin, të tronditur nga madhësia e krimit që po kryenin. Husejni tashmë ishte i etur, i lodhur dhe i plagosur rënd. Teksa u përpoq të afrohej tek lumi për të pirë një pikë uji, një shigjet e goditi në gojë, duke i shkaktuar gjakderdhje. Ai fshiu gjakun dhe lartoi një lutje tek Zoti, duke i shprehur ankesën e tij për vuajtjen. Gjendja ishte e pashpresë, por Husejni nuk u tërhoq. Ai u hodh në sulm mbi armiqtë e tij, duke luftuar trimërisht derisa mbeti i plagosur për vdekje. Më në fund, me nxitjen e komandantit brutal, Shimr ibn Dhil Xhauxhën, një grup ushtarësh u turën drejt Husejnit nga të gjitha anët. Ai u godit me shpata dhe heshta dhe ra për tokë pa jetë. Një nga sulmuesit, Sinan ibn Enesi, e theri dhe i preu kokën Imam Husejnit për ta çuar si trofe tek Ubejdullah ibn Ziyad. Ishte mesdita e Ashuras. Husejni ibn Ali, nipi i profetit Muhammed, u martirizua në mënyrën më të dhimbshme. Sipas burimeve, në atë ditë ranë dëshmor rreth 72 persona nga pala e Husejnit, ndërsa nga ushtria e Ibn Sadit u vranë në rreth 88 vetë. Nga familja e profetit humbën jetën pothuaj të gjithë meshkujt, përveç Husejnit vetë, u vranë 2 djemtë e tij, 6 vëllezër ose vëllezër përgjysëm, 3 nipër të tij, djemtë të Hasanit dhe shumë të afërm të tjerë nga fisi Hashim. Vetëm Aliu i ri, Zein el Abidin, i biri i Husejnit, mbijetoi nga burrat e Ehli Bejtit. Pasi ishte i sëmur e nuk mori pjesë në betejë, edhe atë deshe vranë, por e mbrojti një oficer Omejad. Pas masakrës, trupat e pajet të Husejnit edhe pasuesve të tij u lanë në sheshe dhe kokat e tyre u prem për t'u dërguar si prova tek autoritetet. Gratë dhe fëmijët e familjes profetit, mes tyre motra e Husejnit, Zeynep bint Ali dhe vajzat e tij, u zunë në rob
dhe u lidhën. Pasojat e Karabelas dhe reagimi sunni. Tragjedia e Karabelas shkaktoi tronditje të thellë në mbar botën islame të asaj kohe. Edhe pse kryengritja e Husejnit u shtyp, zemrimi ndaj krimit të kryer ndaj Ehli Bejtit filloi të zjej. Më vonë në Irak u formuan lëvizje si Et-Tawabin, pendestarët dhe kryengritja e Muqhatar es-Sakafit, që kishin synim të akmereshin ndaj ushtrisë Omejade dhe të çrrënjosnin dinastin Emevit. Edhe në Hijaz, banorët e Medinës ngritën krye kundër Jezidit. Episodi i njohur si Betejë e Harrës, 683, të tmerruar nga mëkatet e tij dhe të revoltuar për vrasjen e Husejnit. Pra vdekja e Husein ibn Aliut në Karabela ndezi fitnen e dytë, luftën e dytë civile në historinë islame, dhe përpasoi dinastia Emevite humbi shumë legjitimitet moral ndër musliman. Nga ana zyrtare, kalifi Jezid u përpoq ta paraqiste ngjarjen si një rebelim të lokalizuar që u shua shpejt. Burimet suni përshkruajnë se pasi robërit dhe kokat e dëshmorëve u sollën fillimisht në Kufa tek Ubejdullah ibn Ziyad, i cili thuhet i preku buzët e kokës së Husejnit me shkope dhe utall, një akt që shkaktoi zemërim edhe tek disa të pranishëm, ata u nisën më pas drejt Damaskut, obori i Jezidit. Sipas disa transmetimeve, Jezidi vetë preku me një shkop dhëmbët e kokës së Husejnit, duke recituar vargje poetike triumfi. Megjithse dietarët sunni si Ibn Tejmije vënë dyshim mbi vërtetësinë e këtyre rrëfimeve, duke sugjeruar se mund të jenë konfuzion me atë që ndodhi në Kufa. Ajo që raportohet nga burime sunni, për shembull Ibn Kathir, është se Jezidi, kur pa familjen e profetit të zënë në rob, fillimisht u prek edhe shfaqi keqardhje. Ai e mallkoi Ibn Ziyadin për tejkalimin e urdhrave dhe tha se po të kishte qenë i pranishëm, nuk do të lejonte vrasjen e Husejnit. Jezidi u soll me mirësjellje ndaj zonjave të Ehli Bejtit. I strehoi dhe pas disa ditësh i pajisi me gjithçka u nevojitej dhe i përcolli përsëri për në Medinë. Natyrisht asgjë nuk mund ta shlyente dot krimin e kryer. Qoftë me dëshirën ose jo të Jezidit, përgjegjësia morale për vrasjen e nipit të profetit rëndonte mbi të dhe mbi regjimin e tij. Mbi këtë pikë të gjithë dietarët sunni bien dakord. Martirizimi i Imam Husejnit është një nga ngjarjet më të dhimbshme dhe të dënueshme në historinë islame. Imam Dhahabi shkruan se Jezidi e nisi pushtetin e tij me vrasjen e Husejnit, një gjuna i madh që e damkosi përgjithmonë. Hafiz ibn Kathiri pohon: çdo musliman duhet të ndihet i pikëlluar për vrasjen e Husejnit radiallahu anhu, sepse ai është ndër prisit e muslimanëve, një sahab dietar, djali i vajzës së të dërguarit Allahut, njëri i devotshëm, trim e bujar. Martirizimi i tij konsiderohet një padrejtësi dhe fatkeqësi e madhe për umetin. Qëndrimet e dietarëve sunni mbi këtë ngjarje. Dietarët sunni përgjatë shekujve e kanë trajtuar me dhimbje dhe respekt historinë e Hasanit dhe Husejnit, duke nxjerrë mësime mbi rolin e Ehli Bejtit dhe pasojat e përçarjeve politike. Megjithse në parim të gjithë e dënojnë ashpër vrasjen e Husejnit dhe e nderojnë atë si martir, ka pasur nuanca të ndryshme në vlerësimin e figurave si Jezidi apo në mënyrën e reagimit ndaj kësaj tragjedie. Shumica e dietarëve sunni e konsiderojnë Husejni ibn Aliun si shëmbëltyr të qëndresës ndaj tiranisë dhe dëshmi e gjallë e sakrificës për të vërtetën. Ata e mbajnë emrin e tij me nderime dhe luten që Allahu ta kënaqë atë, duke thënë: Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Ibn Kathiri shkruan se çdo besimtar e ndjen zemrën të coptuar nga fakti që një njerëz si Husejni u masakrua padrejtësisht. Ai dhe dietar të tjerë nënvizojnë se kjo ngjarje ishte parathënë në hadithe dhe se profeti e donte jashtëzakonisht nipin e tij. Prandaj askush prej ehli sunetit nuk e justifikon vrasjen e Husejnit. Përkundrazi, ajo mallkohet hapur.